Zotë Ostreni, çfarë po ndodh me platformën shqiptare? Kemi parasysh që LSDM-ja paraqiti programin e saj qeverisës dhe pastaj gjatë gjithë kohës zoti Zaev është deklaruar se nuk ekzistojnë më platforma, deklarata të tilla, por ekziston vetëm program i ri i qeverisë. Do me thënë, apo anashkalohet platforma shqiptare dhe partitë shqiptare sikur po heshin dhe bëjnë sikur nuk ka ndodhur asgjë. Ja, unë konkludoj se në parlament nuk mund të paraqiten dy platforma. Në parlament paraqitet platforma e qeverisë, të cilën do duhet ta mbështesin të gjithë deputetët të cilët jenë në pozitë. Edhe jam i sigurt se deputetët shqiptar nuk do të mbështesin platformën e Zaevit, atë të qeverisë si që thatë ju, në qoftë se brenda saj nuk janë të para edhe parashikimet e platformës të partive shqiptare, duke qenë shumë të sinqertë edhe duke ditur se për disa parashikime brenda platformës shqiptare kërkohen 2/3 e votave të parlamentit. Ajo është çështje reale, ashtu parashek kushtetuta, edhe zhvillimet duhet të shkojnë në atë drejtim. Prandaj mendoj se Zaevi është i kujdesshëm çka flet, është mirë që nuk e ndan platformën shqiptare nga platforma që duhet të jetë platformë e qeverisë. Pra, por ju nuk ka asnjë problem në këtë drejtim, mjafton. Unë mendoj se ai duhet ta kuptojnë këtë kështu si them unë, por ndryshe nuk do ta ketë mbështetjen qeveria të deputetëve shqiptarë dhe ai nuk mund të formon qeveri.